Përshëndetje Linda, dhe unë me shumë kënaqësi të them që je aktore e parë që përfshim në emisionin WhatsApp dhe besoj se do të jetë një intervistë ndryshe nga të tjerat. Mirë se erdhe. Mirë se u gjeta dhe faleminderit shumë për intervistën. Të lutem. Tani le të fillojmë ande ku ka nisur çdo gjë. Talentin për të aktruar e ka vënë në dukje dikush tjetër që ti e ke, apo thjesht ti e ke ditur që je aftë aktrosh? Është pyetja që dhe vetja parashtroj vetës disa herë, sepse si fëmijë, kështu kam qenë angazhuar në për projekte si amatere, por asnjëherë kështu t'jem e bindur që do jem një aktore ose do merrem me aktrim, por ka ndodhur që një kolegja ime e Prishtinës, aktore Edita Dula, unë fillova shoqërohem me atë si gjimnaziste. Dhe ajo shifte që ka diçka tek unë dhe më thonte pse ti nuk merresh me aktrim. Dhe ja që unë vendosa një ditë që të shkoj në Akademinë e Arteve, të regjistroj aktrimin dhe pas 4 viteve tani jam e diplomuar. Ashtu si që po flisnim para se të vendoseshim përpara objektivit të kameras, po më thoi që ke dëshiruar një herë një kohë të kishe një tjetër profesion. Po, e thash më herët që e kom mendu për të qenë një police, pastaj kretë për një moment e kom ndryshu mendimin dhe kam bë mirë që jam marrë me këtë profesion. Edhe unë ashtu mendoj se të përshtatet. Roli i parë që të është dhënë, me të cilin besoj do kesh pasur më shumë vështirësi, por do kesh qenë edhe më emocionuar, pasi hera e parë për të dalë para publikut dhe për të shprehur atë që ti mbaje në vete. Për rolin e parë mund të themi dashuria e parë e këtij profesionit është. Kam qenë vit 2 në akademi dhe kam luajtur letërsinë ruse Natalia Stepanov në veprën Leseria nga Çehovi. Ka qenë një rol që ta ceka pak më herët, një femër me tipare me karakter maskullor pak a shumë. Edhe për mua ka qenë shumë e vështirë, se edhe privatësia ime nuk është as i karakteri, edhe për me zbërthy një rol të asaj natyre, ishte shumë e vështirë, ama edhe shumë mirë se ishte hera parë ballafaqim me publikun, hera parë që ti krijon një personazh, hera parë që e vëm pa atë që ti ke, dhe realisht është roli që e kisha luajtur non-stop të jetën. Sepse unë këtë do të pyesja, cili është një nga rolet që ke më për zemër? Ta marrim këtë si përgjigje apo do kesh përgjigje tjetër? Kjo tash neve në akademi, me që unë jam aktore e sapo diplomuar dhe kam luajtur vetëm një rol profesionist në teatrin e Tetovës, ndërsa kjo është roli i parë që e kom më për zemrë dhe më për qefi, edhe besoj se do e kem gjatë kohë. Gjithsej në sa shfaqje apo edhe filma keni marrë pjesë? Në shfaqjet që i kam luajtur deri tani kanë qenë kuadër të fakultetit, po kanë qenë fragmente nga romanet dhe nga veprat njohura. Për shembull kemi luajtur Shakespeare, kemi luajtur Tennessee Williams, kemi luajtur Çehov. Këta kanë qenë fragmente, të cilat janë punuar në bazë të fakultetit. Po dhe ata janë role, të cilat në ardhmen mund t'i luash edhe një herë, se i ke parafërsisht të gatshme, e din çfarë janë. Po rolimi i parë ka qenë në shfaqjen Vdekja më vjen prej syve të tillë, në regji të Fadil Hysës. Aty kam pasur rolin kryesor dhe jam ndje shumë mirë. Po, ka qenë premiera para pak ditësh, edhe ka qenë për mua një sukses shumë i madh, sepse si studente sapo diplomuar, futesh në teatr dhe lun një rol me shumë vlera, edhe përgjegjësi shumë e madhe. Ajo për mua ishte diçka shumë e mirë, një ndjenjë mirë, një përvojë e re në teatr me një ekip tjetër. Nuk po përqendrohemi tek rolet e tjera, sepse do na duhej shumë minutazh të kishim në dispozicion, por do të përqendrohemi tek roli i parë dhe tek roli i fundit. Duke qenë se janë 2 role të ndryshme. I pari ishte me tipare maskullore dhe roli i fundit komplet ndryshe nga i pari. Sa e vështirë është për një aktore ose edhe një aktor, po momentalisht po të pyesim ty, sa e vështirë është që të përqendrohesh dhe të bëhesh njësh me tiparet e një roli që merr dhe brenda pak kohe të duhet të kesh një tjetër rol me të cilin përsëri duhet të jesh njësh dhe ta vendosësh në skenë ashtu siç e ka imagjinuar edhe regjizori skenaristi. Kjo është pyetje e duhur.
Është e vështirë, por në fillim kur merr ta punosh një rol, në radh parë interesohesh çfarë lun, kënd e lun, si e lun, kush ka qenë ai person, si ka hang, si ka pi, i ke informatat e duhura dhe fillon ta vesh në skenë atë person që është prej letre, ti e krijon me të vërtetë kështu në skenë, por atë është regjisori që të ndihmon se si ti ta bësh një rol, informatat që i merr, pastaj e mëson situatën, ngjarjen, rrethanat dhe vetiu kështu me punë arrin që ta krijosh një personazh, një karakter në skenë. E cili do të ishte ai personazh apo ajo shfaqje në të cilën ti ndron të jesh pjesë? Kështu, Shakespeare-in kur e kena punu, unë e kam dashur ta luaj Lady Macbethin, por më është dhënë kundër të asaj. Kam luajtur Richardin e tretë, Lady Anne. Kështu që kisha pas qejf ta luaj është Lady Macbeth, është rol që mendoj se më sfidon shumë. Edhe shpresoj se do e luaj në të ardhmen. Mendoj gjithmonë se një person që i pëlqejnë sfidat do të arrijë gjithmonë sukses. Besoj që edhe unë do bëj çmos për ta luajtur atë rol sepse e kam shumë për zemër, e kam të lexuar, të analizuar, po asnjëherë s'm ka dhënë mundësia që ta luaj. Po me që jam e re, sa kam fillu, besoj që do i luaj rolet gjitha. Edhe unë jam shumë e bindur që do të kesh sukses duke parë edhe talentin dhe shfaqjet në të cilat ti ke marrë pjesë dhe mënyrën se si i ke interpretuar. Për në fund të intervistës do të dëshiroja që të jepje një mesazh për zhvillimin e artit, sidomos tek pjesa më e madhe e atyre personave që nuk vinë të mbushin vendet në sallën ku po jepet një shfaqje. Unë kisha pas një mesazh për gjithë ata që nuk e frekuentojnë teatrin, që të jenë më aktiv, ndjekin më shumë shfaqje, të shohin më shumë gjëra të cilat na mungojnë, me që është shumë keq për një aktore që nuk ka publik, dhe publikat e tovarë duhet të jetë më aktive në për shfaqjet që ka teatri, në për angazhimet që ndodhin, sa që rinë dikun për një kafe, blen një bilet 100 denar, vjen e shën një shfaqje kënaqet, që diçka që është e mirë. Por realisht kohën e fundit kanë filluar të ketë publik, tash në festivalin që u mbajt, jemi të kënaqur nga publikat e tovarë, kemi pas publik mjaftueshëm. Por uroj mos tjetë vetëm për festival që të kemi edhe çdo shfaqje, çdo reprizë dhe besoj që do të ketë. Edhe unë ju kisha lutur që të jenë më aktiv dhe të kemi një mbështetje prej vendit tonë, se për atë vend ne punojmë. Shpresoj që mesazhi yt të zërvon. Të falenderoj vërtet shumë që ishe kaq e këndshme dhe kaq e lirgjes përgjigjeve që ke dhënë, pasi që edhe njerëzit më shumë vlerësojnë thjeshtësinë tek personat. Dhe të dëshiroj suksese sepse jam e bindur që ke nisur me këmbën e mbar. Falenderit shumë, falenderit edhe për juve që nuk na harroni, kështu që shpresoj t'ju ftoj në shfaqjet e mia të ardhshme dhe gjithë me ndonjë surprizë të re. Dhe me kënaqësi do të vim. Faleminderit. Faleminderit.